Portali 11 nëntor 2025, dita e rivendosjes së plotë. Përshëndetje të gjithëve, miq të mi shpirtëror. Sot, më nëntor 2025, ne jemi në një moment të jashtëzakonshëm. Kjo nuk është një ditë e zakonshme. Është dita kur gjithçka fillon të ndryshojë. Imagjinoni se universi po lëviz me shpejtësi të madhe, duke rregulluar çdo detaj të vogël në jetën tuaj për të krijuar hapësirën perfekte për atë që vjen më pas. Sot hapet portali 11, një derë kozmike që nuk hapet çdo ditë. Është një pikë kthese, një moment ku e kaluara lë vendin për të ardhmen tuaj të vërtetë. Le të flasim pak për pse kjo datë është kaq e veçantë. 9 nëntor nuk është e rastësishme. Është një datë e mbushur me energji transformuese. Universi ka punuar pa pushim për ju, duke u siguruar që çdo pengesë, çdo vonesë të jetë pjesë e një plani më të madh. Sot, kjo energji arrin kulmin e saj. Është si një valë e madhe që shpërthen, duke pastruar gjithçka që nuk ju shërben më. Nëse keni ndjerë se jeta juaj ka qenë në një cikël të pafundëm pritjeje, sot është dita kur cikli prishet. Është rivendosja, një reset i fuqishëm që ridizajnon rrugën tuaj. Një zgjerim i vonesave dhe momenteve të vështira. Le të shkojmë pak më thellë në atë që ka ndodhur këtë vit. Mendoni për vonesat e pafundme që keni përjetuar. Ndoshta një projekt që dukej se nuk ecte kurrë përpara, ose një marrëdhënie që zgjatej pafund, duke ju lënë të lodhur dhe të konfuzuar. Ose ato kthesa të çuditshme, sikur një mundësi dukej perfekte, por papritur u zhduk, duke ju lënë me pyetje pa përgjigje. Këto nuk ishin dështime. Ishte universi duke ju mbrojtur, duke ju zhvendosur nga rrugët e gabuara drejt asaj që është e vërteta për ju. Çdo moment i vështirë ka qenë një mësues i fshehur. Për shembull, nëse keni pasur ditë kur ndjeheshit të izoluar, duke u pyetur pse askush nuk e kuptonte vizionin tuaj, atëherë dini se ato ditë po ndërtonin forcën tuaj të brendshme. Ose kur financa dukej se po ju shtrëngonin, duke ju bërë të dyshoni në aftësitë tuaja, kjo ishte një thirrje për të mësuar si të menaxhoni burimet tuaj me mençuri. Dhe tani, më 9 nëntor, të gjitha këto copëza po bashkohen. Vonesat nuk ishin pengesa, ishin pauzat të nevojshme për të mbledhur energjinë. Kthesat e çuditshme? Ato ishin korrigjime kursi, duke ju çuar saktësisht këtu, në prag të portalit 11. Sot, universi po thotë, të falenderoj për durimin. 2. Rivendosja e fuqishme. Kjo rivendosje nuk është thjesht një fjalë e bukur. Është një proces i plot, ku çdo aspekt i jetës suaj ribalancohet. Mendoni si një kompjuter që po riformatohet, të gjitha skedarët e vjetër, viruset e stresit dhe programet e panevojshme fshihen, duke lënë hapësirë për softwarin e ri, atë të suksesit, paqes dhe plotësisë. Sot, ky reset aktivizohet. Është fuqishëm sepse vjen nga brenda, i mbështetur nga energjitë kozmike. Nuk kërkon përpjekje të mëdha, thjesht pranimi. Dhe kur e pranon, fillon të ndjesh lehtësimin, si një peshë që bie nga shpatullat tuaja. 3. Shenjat se portali është aktiv. Tani, le të flasim për shenjat që portali është aktiv. Këto nuk janë rastësira, janë sinjale të qarta nga universi. Së pari, shfaqja e vazhdueshme e numrave si 11. Ndoshta e keni parë në orën e telefonit, në faturën e dyqanit, ose në numrin e një makine që kalon pranë jush. Çdo herë që e shihni, ndalohuni për një sekondë. Është një kujtesë, je në rrugën e duhur. Vazhdo. Ky nuk është thjesht sinkronizim, është një kod kozmik që thotë se mendimet tuaja po materializohen më shpejt se kurrë. Së dyti, kthimi i papritur i njerëzve nga e kaluara. Një mik i vjetër që ju shkruan pas muajsh heshtjeje, ose një ish partner që shfaqet me një mesazh të rastësishëm. Kjo nuk është për të rikthyer dramën, është për mbyllje. Universi po sjell ata për të sqaruar çështje të papërfunduara, duke ju lejuar të ecni përpara pa barë. Për shembull, nëse dikush që ju lëndoi kthehet, mos reagoni me zemërim, dëgjoni, falni dhe lëshojini. Kjo hap dyert për lidhje të reja, më të mira. Së treti, emocionet e papritura ose gjëra që më në fund bien në vend pas muajsh pritje. Ndoshta zgjoheni me një valë gëzimi pa arsye, ose një ide kreative që vjen papritur. Ose një problem financiar që zgjidhet brenda natës, si një faturë që paguhet vetë, ose një mundësi pune që shfaqet. Këto janë shenja se energjia po rrjedh. Nëse keni pritur për një lajm mjekësor ose për një vendim të rëndësishëm, sot mund të jetë dita kur përgjigjja vjen. Vëmendja ndaj këtyre shenjave forcon lidhjen tuaj me portalin, duke e bërë transformimin edhe më të shpejtë. 4. Gabimi që shumica e njerëzve do të bëjnë. Por, le të jemi të sinqertë, shumica e njerëzve do të bëjnë një gabim të madh sot. Gabimi është rezistenca ndaj ndryshimit. Duke u munduar të arrijnë gjërat me forcë, duke u fiksuar pas asaj që duhet të ndodhë. Për shembull, nëse keni një plan specifik për karrierën dhe papritur shfaqet një rrugë tjetër, mos e refuzoni duke menduar, kjo nuk është ajo që dua.
Kjo rezistencë krijon bllokada duke e penguar energjinë e portalit të punojë. Në vend të kësaj, jini të pranishëm. Pranoni se diçka po ndryshon, edhe nëse nuk e kuptoni ende. Pyesni veten, çfarë po më mëson kjo? Kjo nuk do të thotë të hiqni dorë nga ëndrat, do të thotë të lëshoni kontrollin e tepërt. Kur e bëni këtë, universi merr përsipër pjesën e rëndë, duke ju çuar drejt rezultateve më të mira se sa imagjinonin. Rezistenca është si të luftosh me një lumë, do të lodhesh. Pranimi është si të notosh me të, arrin më shpejt dhe më lehtë. 5. Rëndësia shpirtërore dhe numerologjike. Tani, le të zhytemi në rëndësinë shpirtërore. Së pari, numerologjia. Nëntori lidhet me numrin 9, që përfaqëson fundin e një cikli dhe fillimet e reja. Është numri i vetfuqizimit, ku merrni fuqinë e brendshme për të krijuar realitetin tuaj. Shtoni 11, që është një numër master, sinjal i zgjimit shpirtëror. Bashk, ato krijojnë një frekuencë që amplifikon qëllimet tuaja. Së dyti, hëna. Sonte kemi hënën e plot, e cila është një forcë e madhe për çlirim. Ajo ndihmon në lëshimin e barrës emocionale, duke hapur dyert për atë që përputhet me versionin tuaj aktual. Imagjinoni hënën si një dritë që nxjerr në pa hijet, jo për t'ju frikësuar, por për t'i shëruar. Energjia e saj sonte është ideale për rituale të thjeshta, si meditimi ose shkrimi i asaj që doni të lëshoni. Së treti, rëndësia e kohës. Portali 11 nuk është për fat, është për përputhje mes kohës dhe qëllimit. Mendimet tuaja sot fillojnë të formsojnë nesër. Është si një urë ku intencioni juaj takohet me energjinë kozmike. Nëse fokusohesh në mirësi, ajo tërheq më shumë, nëse në frikë, ajo amplifikohet. Pra, zgjidhni me kujdes çfarë mendoni sot. 6. Çfarë duhet të bësh? Dhe tani, le të kalojmë te pjesa më praktike e të gjithë kësaj. Çfarë duhet të bësh konkretisht sot, më 9 nëntor, për të shfrytëzuar këtë portal 11 në maksimum? Mos u shqetësoni, nuk kam nevojë për rituale të komplikuara ose ndryshime drastike. Është e thjeshtë, por fuqishme, sepse fokusohet në hapa të vegjël që ndërtojnë momentum. Le t'i marrim një nga një me kohë për të reflektuar mbi secilin. Së pari, qëndro i hapur dhe i vetëdijshëm për ndryshimet e vogla rreth teje. Kjo do të thotë të jesh si një detektor sinjalesh, vëzhgo bisedat e rastësishme që ndodhin sot, ndoshta me një koleg ose një të panjohur në rrugë, ku fjalët e tyre papritur lidhen me diçka që ke menduar gjatë. Ose idetë që vijnë befas, si një frymëzim për një hobi të harruar ose një zgjidhje për një problem të vjetër. Edhe ndjenjat e reja, një val paqeje midis stresit, ose një emocion i lehtë entuziazmi, mos i injoroni. Merr një shënim të shpejtë në telefonin tuaj. Çfarë po më thot kjo? Kjo vetëdije e vogël hap dyert për më shumë sinkronizime, duke e bërë portalin të punojë për ju në vend që ta kaloni pa e vënë re. Së dyti, mbani mend se ky moment nuk ka të bëjë me përsosmërinë, por me lëvizjen. Mos prisni kushtet ideale, filloni me atë që keni. Çdo veprim i vogël sot aktivizon diçka më të madhe, si një domino që bie dhe tërheq të tjera. Për shembull, një ecje e shkurtër jashtë, vetëm 10 minuta në ajër të pastër, mund të qartësojë mendjen tuaj dhe të çojë në një ide të re për punën. Ose një telefonat të shpejtë te një mik, duke thënë ke i menduar për ty, mund të rindërtojë një lidhje dhe të hapë një mundësi të papritur. Ideja është, lëvizja krijon energji. Nëse ndihesh i bllokuar, pyet veten, çfarë hapi të vogël mund të bëj tani, pa presion? Kjo jo vetëm që aktivizon portalin, por edhe ndërton besim, duke ju treguar se ti je drejtuesi i jetës tënde, jo viktima e rrethanave. Së treti, mos i riluaj gabimet e së kaluarës në mendje. Është e lehtë të biesh në këtë kurp, të kthehesh në atë marrëdhënie që dështoj, ose atë vendim karriere që të la të shgënjur. Por sot, ndryshojeni këndvështrimin, shikoi si mësime të vlefshme. Pyesni veten, çfarë më dha kjo përvojë? Si më bëri më të fortë ose më të mençur? Për shembull, nëse një dështim financiar ju mësoi si të kurseni, festojeni atë si një fitore të fshehur. Kjo i kthen gabimet në forcë, jo në pengesë, dhe lirojnë energjinë tuaj për të ardhmen. Imagjinoni sikur po shkruani një ditar, shkruani 3 gjëra pozitive që mësuat nga e kaluara dhe digjni ose hidhni letër me pjesën negative, një ritual i thjeshtë për çlirim, dhe së katërti, si një bonus për sot, krijo një qëllim të vetëm, të qartë. Merr një minutë të qetë, mbyll sytë dhe thuaj me vete, unë jam i hapur për atë që vjen dhe dua, plotësojeni me diçka specifike, si paqe në marrëdhëniet e mia ose përparim në karrierë. Përsëriteni 3 herë. Kjo intencion i thjesht forcon frekuencën e portalit, duke e bërë universin të punojë më shpejt për ju. Nuk është magji, është përputhje, ti vendos drejtimin dhe energjia e merr përsipër. Duke ndjekur këto hapa, nuk vetëm që do të kaloni këtë ditë me qëllim, por do të ndërtoni një bazë për javët e ardhshme. Është e lehtë, por transformuese. Përfundim. Mbyllje motivuese, thirrje për veprim, ndryshimi është. Të tashmë në lëvizje, i ndihmuar nga kjo energji kozmike. Gjërat që dikur të konfuzonin, tani do të bëhen të qarta.
Fokusohu në qëllimet e tua, i ndershëm me veten dhe bëj hapa të vegjël me vendosmëri. Rruga jote po merr formë. Ti nuk je prapa, je saktësisht aty ku duhet të jesh për të filluar atë që do të ndodhë më pas. Nëse kjo rezonon me ty, ndaje videon dhe shkruaj jam gati në komente. Faleminderit që ndave këtë moment me mua. Paqe dhe dritë për të gjithë.